Ishte fundi i tetorit kur Ariani u nis për shërbim jashtë shtetit. Kishte qenë një vendim i papritur, një telefonat nga kompania që i kërkonte të nisej brenda 2 ditësh. Unë mbeta në shtëpinë tonë të re, në fshatin e tij, ku isha ende një e huaj mes fytyrave që më shikonin me një përzierje kurreshtieje dhe dyshimi. Ariani u nis me një buzëqeshje të lodhur, duke më premtuar se kjo do ta ndihmonte familjen tonë të ngritej më në fund në këmbë, por askush se dinte se vendimi i tij do hapte derën për tragjedinë e jetës sime. Ditën kur ai u nis, vjehri im, Gani Hoxha, erdhi në shtëpi. Ishte burr i ashpër, me sy të ngulur fort, i mësuar të komandonte dhe të mos pyeste askënd. Unë gjithmonë e kisha mbajtur një distancë të ftohtë me të, sepse më frikësonte, jo për atë që bënte, por për mënyrën si të shikonte, sikur e dinte gjithçka që mendoje dhe s'të linte kurrë hapësirë të bëje gabim. Ai hyri në shtëpi pa trokitur. Si gjithmonë, Ariani iku, apo jo? Më pyeti, duke mos pritur fare përgjigje. Po, unë nis sot në mëngjes, i thash me një zë që se njoha vet. Ai uli kokën pak, duke ecur rreth dhomës sikur po inspektonte territorin e tij. Ishte e qartë, tani që djali s'ishte, ai e konsideronte shtëpinë krejtësisht nën kontrollin e tij. Ajo ditë kaloi e qetë, por ndjeva diçka të rëndë në ajër. Sikur hijet e mbrëmjes po më shtypnin krahërorin. Nuk isha më e qetë në shtëpinë ku zakonisht e gjeja strehimin tim. Të nesërmen, Ganiu erdhi përsëri. Pastaj të pasnesërmen. Filloi të vinte çdo ditë, fillimisht me justifikime të vogla, të jap një dorë për dru. Të shoh si je. Të mos jesh vetëm. Por sytë e tij nuk përputheshin me fjalët. Ishte një vështrim që më grite nervat, një vështrim që më bënte të doja të mbyllja të gjitha dritaret edhe në mesditë. Një mbrëmje, erdhi më herët se zakonisht. Kishte një shishe raki me vete dhe erë duhani që e shoqëronte gjithmonë nëpër dhoma. Nuk mund të rish vetëm, Lira, më tha. Një grua e re ka nevojë për dikë afër. Jam mirë, vjetër, s'kam nevojë për asgjë, i thash, duke e mbajtur distancën. Ai qeshi me atë qeshjen e tij të ftohtë. Ti nuk e di sa të brisht jeni ju gratë. Sidomos kur burrat largohen, më atë natë ndodhi ajo çfarë më përmbysi jetën. Nuk dua ta përshkruaj aktin, nuk dua ta shoh të shkruar. Dua të them veç këtë, nuk ishte zgjedhja ime. Nuk ishte faji im. Ishte hiena e një burri që e pa dobësinë e një gruaje të vetmuar dhe e përdori. Lotët e asaj nate nuk u harruan kurrë. U zgjova me një trup që më duke i huaj, me duar që nuk i njihja më. Ndërsa Ganiu iku sikur s'kishte ndodhur asgjë. Duke më lënë të rrëzuar mes dy shemes së ftohtë, ditët kaluan ngadalë, me ankth që më ngjitej në fyt. I thash vetes se do t'i mbaja këto gjëra të varrosura, se Ariani s'duhej t'i dinte kurrë, se askush nuk do më besonte. Ganiu ishte autoritet. Unë isha nusja, e ardhura, e padëshmuara, por trupi im nisi të më tregonte një të vërtetë të re. Një mëngjes, kisha marramendje të çuditshme. Një aromë buke më bëri të vjellë. Hoqa kalendarin nga muri, numërova ditët. Dhe dita s'më dilte, e kuptova, gjunjët më u drodhen. Mbeta ulur në dyshemen e ftohtë, duart më shtrëngonin barkun dhe një lutje më dilte nga zemra, të lutem, jo. Jo kësaj here. Jo kësaj jete. Por realiteti nuk pyet nëse je gati. Ai të godet me atë që ke më shumë frikë. Unë isha 7 zënë, dhe burri im ishte larg, dhe vjehri im. Ai e dinte shumë mirë çfarë kishte bërë. Pak ditë më vonë, ai u shfaqte dera përsëri. Pa folur shumë, më tha, ne të dy e dim çfarë po ndodh. Dhe askush nuk ka pse ta di, aty filloi të merri i vërtetë. Sepse e kuptova se ai nuk kishte ndërmend të largohej. Përkundrazi, kërkonte të kontrollonte gjithçka, trupin tim, mendjen time, të ardhmen time, dhe unë s'kishte ku të shkoja, s'kisha askënd, s'kisha zë, por brenda meje po rritej një jetë. Një jetë që se kisha kërkuar kurrë. Një jetë që më mbante zgjuar natën me një frikë që më kafshonte shpirtin, fshehtësia që filloi të marrë frymë, ditët e para pas zbulimit të shtatzënisë më dukeshin si një shtrëngim i ngadaltë i fytit. Sikur dikush po ma ngjeshte litarin çdo mëngjes, pak nga pak, derisa ajri të bëhej i hidhur dhe i padurueshëm.
Çdo gjë brenda meje ishte betejë, mendimet, frika, neveria, fajsimi që s'duaj ta kisha, por që më ndiqte kudo, mëngjeset nisnin me të vjella, mbrëmjet me lodh. Midis tyre, veç heshtje, Ganiu erdhi sërish pas 3 ditësh. Unë e kisha mbyllur derën me çelës, edhe pse ai gjithmonë thoshte se shtëpia nuk duhej mbyllur kur ishin njerëzit e shtëpisë brenda. Ai trokiti fort, aq fort sa mu ngrit zemra në gryg. Heshta. U bëra sikur s'isha aty. Por ai e dinte, Lira, hap derën. Bërtiti. E di që je brenda, zëri i tij tingëllonte jo si kërkesë, por si urdhër. Dera e holl prej druri dridhej në goditjet e tij. U afrova ngadalë, duke u lutur që të mos e humbja kontrollin e ajrit që më mbante gjallë, s'jam mirë. I thash me zë të ulët, pa hapur derën, po pikërisht për këtë kam ardhur, u përgjigj ai. Hap, e hapa me dorën që më dridhej, ai hyri brenda pa më parë fare. Sytë e tij shëtitën dhomën, tryezën, ajrin. Ai gjithmonë dukej sikur kërkonte gjurmë rebelimi. Pastaj mi nguli sytë në barkë. Si të dinte tashmë gjithçka, të kam thënë që nuk duhet të jesh vetëm, u shpreh qetësisht, por në atë qetësi kishte rrezik, një lloj helmi të padukshëm. S'kam nevojë për asgjë, mblodha fuqinë që kisha. Ai bëri një hap drejt meje, unë një hap pas. Ai këtë nuk e pëlqeu, sytë ju ngushtuan. Më shikoi gjatë, sikur po më thur një zinxhir të ri nga i cili nuk do shpëtoja, Lira. Tha ngadalë, e di pse po hiqesh kështu. Burri yt është larg. Dikush duhet të të mbajë në sy. Jo të të mbrojë. Jo të të ndihmojë. Të të mbajë në sy, si një send, jo si njeri, ai u largua atë ditë me një vështrim të gjatë. Një vështrim që më bëri të kem makthe natën, ndërkohë stomaku im filloi të ngrihej, të rëndohej, çdo javë ndjeja një ndryshim të vogël, një shenjë të re që më kujtonte atë natë. U përpoqja t'i fshija simptomat, por fshija është gjysmë e vërtetës. E vërteta filloi të rritej brenda meje më shpejt se frika, një pasdite, teksa po laja rrobat jashtë, vjera ime, miftaria, kaloi para portës. Ajo ishte një grua e heshtur, e ashpër, gjithnjë nën hijen e burrit të saj. Kur nuk më kishte dashur, kjo ishte e qartë. Më pa me sytë e saj të thellë, të lodhur, të shoh të zbeth, Lira, më tha, ngriva për një çast, ndoshta jam e lodhur. Lodhja ka arsye, murmuriti ajo, dhe një grimc dyshimi i ndezi sytë. Po ndodh ndonjë gjë, përshtyma mu bë gur. Jo, u përgjigja me nxitim. Asgjë, ajo nuk më besoi plotësisht, por e la me aq, ndërsa u kthye, e dëgjova të murmuriste diçka, burrat largohen. E gratë dobësohen, më përshkoi një të ftohtë. Ariani filloi të dërgonte zëra, mesazhe të shkurtra, të lodhura, ndonjëherë me foto të një krevati hotelesh. Rinte në punë ditë dhe natë, dhe nuk arrija t'i tregoja asgjë. Si t'i tregoja? Çfarë t'i thosha? Si t'i shkatëroja jetën me fjalë, herën e fundit që më shkroi, më tha, sa të mbaroj këtu. Do vi direkt. Nuk do jem gjatë. Dhe këto fjalë më lanë pa gjumë. Pse nuk do ishte gjatë? A do vinte më shpejt? Apo s'do vinte fare? E gjithë jeta ime ishte kthyer në një barut të ndezur, dhe pastaj, një mbrëmje, ndodhi çarja e parë e madhe. Isha ulur në divan duke mbajtur barkun, kur dëgjova hapat e Ganiut jashtë portës. Erdhi më vonë se zakonisht. Trokiti një herë. Pastaj 2 herë. Pastaj heshti, në atë heshtje kishte më shumë kërcënim se sa në çdo britm, u afrova ngadalë. Dera qëndronte e mbyllur dhe ai ishte përtej saj, Lira, hap. Është e rëndësishme, jo sot. Si zë fëmije që i dridhet, pastaj ai tha diçka që më ngriti flokët përpjet. E di që e mban sekreti brenda teje. Nuk ke pse lufton. Ti nuk ke faj për asgjë. Jeta bën të sajën, nuk ke faj. Nuk ke pse lufton. Ajo është brenda teje. Ai e dinte, ai e ndjente, ai e konsideronte këtë si marrëveshje midis nesh, s'munda të lëvizja. As të flisja. Ai vazhdoi, do vi përsëri nesër.
duhet të flasim përpara se të kthehet Ariani. Kur dëgjova hapat e tij që u larguan, më duk sikur toka më humbi nën këmbë. Ai kishte plan, ai kishte pritje, ai kishte menduar t'i zgjidhte gjërat para se djali i tij të kthehej, dhe unë. Unë po humbisja veten, nata më zuri ulur, me dorë në bark dhe me një ndjenjë se po më rritej brenda jo vetëm një fëmijë, por edhe një fatkeqësi e pandalshme. Nuk e di si kaluan ditët mes pjesës së dytë dhe kësaj. Çdo orë më dukej si pesha e një mali mbi gjoks. Gjumi më sillte vetëm makthe, ndërsa zgjimi më kthente në ferin e heshtur ku duhej të sillesha sikur gjithçka ishte normale. Shtatzënia nisi të më dukej më e dukshme, jo vetëm në trup, por edhe në sy. Ja shija vetes frikën në pasqyrë dhe frika, kur rritet, nuk rri më fshehur. Fillon të marrë frymë rënë dhe njerëzit fillojnë ta vënë re. Fshati nisi të më shitë ndryshe. Fillimisht ishin gratë që kalonin para portës dhe më shikonin me bisht të syrit. Pastaj Murati fshi një plak që ndalonte më gjatë se zakonisht duke më pyetur: "Je mirë, bi?" Ke rënë shumë në peshë. Pastaj fëmijët e lagjes që si pa dashje pyesnin nëse babai im do të kthehej shpejt. Fjalët e tyre më godisnin sikur po më kujtonin se s'isha vetëm. Se botës s'mund t'i fshija gjithçka. Se sytë e njerëzve shponin murin e shtëpisë time, dhe unë e dija që herët avon, dikush do vinte dhe do më ngulte pyetjen që kisha frikë më shumë: "Lira, ç'po ndodh me ty?" Vjera filloi të dyshoj, një pasdite miftaria erdhi pa paralajmërim. S'kishte ardhur prej kohësh, por këtë herë hyri me një lloj vrulli, sikur kërkonte përgjigje që nuk diej kush ja kishte borxh, po më ri shumë e mbyllur. Më tha direkt: "Grua je, por si e gur. Diçka ke." Tentova të buzëqesh, por buzët mu dridhen, jam e lodhur, vjehër. Asgjë tjetër, ajo mi nguli syt ngadalë, dërmueshëm, me atë shikimin e grave të vjetra që janë mësuar të njohin dhimbjen nga mënyra si e mban kokën, si lëviz duart, si rri ulur, "Po burri yt?" Pyeti ngadalë. "Ka kohë që nuk ka marrë frymë me ty, si je në të vërtetë?" Tharova buzët. Ndjeva zemrën të më rrah fort, "Jam mirë." Rejta përsëri: "Lira, mos mendo se jam e verbër. Ti ke disa ditë që shikon poshtë, që dridhesh kur dëgjon zëra. Dhe burri im." Unë dalë, sikur fjala po i nges në fyt. Burri im ka diçka. E shoh që fle më pak, rri jashtë shtëpisë më shumë. Ajo ngriti vetullat. "Çfarë po fsheh ai? Çfarë po fsheh ai?" Pyetja e dytë ma preu frymën. Por nuk thash asgjë. Më mirë të më vrisnin, se sa të flisja atë që i diqte shpirtin. Vjera u largua, por me një vështrim që më paralizoi. Ajo e dëgjonte heshtjen time. E lexonte si libër. Ganiu filloi hapur të kërcënoi. Një natë, kur ishte errësirë e plot, ai u shfaqte dera sërish. Nuk trokiti fort këtë herë, por me një ritëm të qetë, të ngadalë, si dikush që ka kohë dhe kënaqësi të presë, e hapa nga pak. Ai hyri brenda pa ftesë, duke e mbyllur derën me krah sikur donte të sigurohej se askush nuk dëgjonte. "Ke filluar të humbasësh peshë," tha duke më shikuar barkun. "Kjo s'është mirë për atë që vjen." E ndjeva pulsin të më ngrihej në vesh. "Më lini e qetë, ju lutem." Ai qeshi lehtë: "Lira, këtë nuk e fiton dot. Unë po të mbroj. Ti duhet të më dëgjosh. Se kupton që ky fëmijë është përgjegjësia ime." Fjalët "përgjegjësia ime" më bën të humbas ekuilibrin. U mbajta pas murit: "Ju lutem. Mos më detyroni." Më dridhej zëri, ai u afrua më shumë. Unë mbylla syt, "Shiko," tha me zë të ulët, "Ariani nuk duhet të di asgjë. Ai nuk kthehet shpejt. Ka probleme me kompaninë. Mund të qëndroj muaj të tërë jashtë. Dhe deri atëherë, ai më paftohet, do kujdesemi që askush të mos flasë, askush të mos dyshoj." U përpoqja të merrja frymë. "Nuk mundesha, nëse flet," tha ai duke e ngulur gishtin në tavolinë, "unë nuk do vuaj fare. Ti do vuash. Familja jote. Nderi yt." E kupton, atë natë, kur ai u largua, u rrëzova në dy sheme dhe qava aq fort sa mendova se do vdisja nga mungesa e frymës.
Barku më dridhej në dorë, një dridhje që s'kuptoja nëse ishte e imja apo e diçka e tjetër. Pastaj ndodhi diçka që se prisja. 2 ditë më vonë, një grua nga fshati, drita, e re, e drejtë për drejtë, trokiti në derën time. Ajo punonte në dyqanin e vogël afër rrugës kryesore dhe njihte të gjithë. Lira, më tha, më fal që po të them këtë. Por njerëzit po flasin, e mbajta portën me të 2 duart, po flasin për ty, për vjehrin tënd. Po thonë që ai vjen shumë shpesh. Më shpesh se ç'duhet, sikur toka më hapi një grop poshtë këmbëve. Unë i mbylla gojet, shtoi ajo me zë të ulët. Por nuk do mbyllen gjallë. Këta njerëz e dallojnë erën e tragjedisë më shpejt se erën e bukës së ngrohtë. Pastaj më preku dorën dhe më tha, Lira. Çfarë po ndodh? Unë e shikova. U përpoqja të flisja. U përpoqja shumë, por fytin ma mbytën lotët. Drita e kuptoi menjëherë se kjo nuk ishte lodhja e një gruaje me burrin jashtë. Ishte diçka tjetër. Diçka e errët, nëse të duhet ndihmë, më thuaj, më pëshpëriti. Mos rri vetëm dhe iku, më la me një ndjesi të re, dikush më kishte parë. Dikush kishte kuptuar dhe kjo mund të më shpëtonte, apo të më vriste, dhe si të mos mjaftonte, erdhi lajmi që e ndryshoi gjithçka. Në mbrëmje, kur errësira kishte rënë dhe unë isha gati të mbyllja dritat, telefoni im ra. Ishte numeri huaj. E hapa me duar që nuk më bindeshin, Lira. Ishte zëri i Arjanit, zëri i tij ishte i dridhur, asnjëherë se kisha dëgjuar të fliste ashtu. Duhet të them një gjë. Do më kthejnë. Po vi shumë më shpejt se sa prisja. Zemra mundal, pse? Pyeta, a i mori frym thellë, pastaj tha fjalët që më bën të më merrej fryma, ka ndodhur një problem këtu. Dhe duhet të jem atje, më prit. Do jem në Shqipëri pas një javë, vetëm një javë derisa e vërteta të shpërthente. Një javë nuk është shumë. Por kur je në prag të shembjes, një javë të duket si një shekull i shkrirë në gjak. Çdo ditë e atyre 7 ditëve e thellonte më shumë panikun tim, më rrudhte brenda vetes, më bënte të ndiqja hapat e vjehrit tim në përobor si një mace e trembur që dëgjon kërcitjen e një armiku të padukshëm. Arjani më shkruante çdo mbrëmje. Po vi. Po vi. Po vi. Ndërsa Ganiu më pëshpëriste çdo mëngjes, mos haro çfarë rrezikon. Ti dhe ai brenda teje. Toka më dukej si letër e hollë. Mjaftonte një frymë e keqe që të çahej gjithçka, dhe pastaj, momenti që e prisja me tmerr dhe dëshirë në të njëjtën kohë arriti. Në ditën e 7, në të gdhirë, dëgjova një makinë të ndalej para portës. U ngrita me nxitim. Frymëmarrja mundal. Ajo ndjesi që ke para një tërmeti, kur toka ende nuk lëkundet, por ti e ndjen se do ndodh, porta u hap. Dhe aty ishte ai, Arjani, me çantën e madhe në dorë, me sytë e lodhur, me mjekrën e paruar, me frymëmarrjen që i dridhej nga rruga e gjallë. Ai më pa dhe fytyra i u zbut menjëherë, Lira. O Zot, sa më kishte marrë malli, ai u afrua të më përqafonte, por unë u tërhoqa pak, pothuajse pa vetdije. Ai e vuri re. Vetëm një burr që të ka dashur vërtet e vëren një gjë të tillë. Çfarë ke? A je mirë? Je zbehur. Më preku në fullën me 2 gishtërin, jam mirë. Tha zëri im, por trupi im nuk e tregon flasim mirë. Ai futi çantën brenda dhe po hidhte syt nëpër shtëpi, sikur donte të kuptonte çfarë kishte ndryshuar, dhe pastaj u dëgjua kollitja e Ganiut nga obori i pasëm. Arjani ngriti kokën menjëherë, është babi? Pyeti i habitur. Ai s'ka qenë kurrë në mëngjes tek ne, gjaku në venat e mia u bë akull, po. Po. Kaloj. Për të pyetur. Po reja si të isha duke u mbytur, Arjani nuk foli më. Por e ndjeva që diçka në të u tendos. Thonjt i ngulën në pëllëm. Syri ju erësua për një sekond, e njihja burrin tim, intuitiv. I shpejt, i prerë. Nëse i mbillej dyshimi. Ai nuk e linte të thahej, e rritej si ethe, dhe atë mëngjes, ai dyshim u mboll. Ora e së vërtetës filloi të trokas në darkë,
teksa po gatuaja, ai mu afrua pas krahëve dhe më vendosi dorën në shpinë. Dorë e ngrohtë. Dorë burri që ka besuar gjithë jetën, Lira. Tha ngadalë, çfarë ka ndodhur këtu? Unë ngriva, asgjë, mos më mashtro. Ti nuk je si herët e tjera. Të dridhen duart. S'po ha. Nuk po më sheh në sy. Ç'ka ndodhur? Përshtyma mu bëgur. Ai mu afrua dhe e vuri veshin në kraharorin tim, zemra po të rreh fort. Pse po më gënjen? Nuk gjeta asnjë fjalë, dhe pastaj erdhi pyetja që mi zgjidhi gjunjët. Lira. Je shtatzën? Një re e zezë mu hap brenda syve. Nuk kisha ku të fshihesha. Ai e kishte parë. E kishte ndjerë, unë në puqa pas murit, Lira. Është e vërtet? Më pyeti sërish, nuk i thash po. Nuk i thash jo. Por heshtja është përgjigja më brutale. Arjani u ul ngadalë në karrige, duke mos marrë frymë për sekonda të tëra. Sytë ju njësuan në një pikë, sikur po përpiqej të mblidhte realitetin copa, po si? Si është e mundur? Unë kam qenë. Ai ngriti sytë. Kam qenë jashtë 2 muaj e gjysmë, aty, në atë moment, e kuptoj, nuk kishte nevojë t'i thosha asgjë. Ai u ngrit, hapi derën me forcë dhe bërtiti. Bab. Dil jashtë, gjaku mu kthye në thikë, fjalët e tij u përplasën në ajër si goditjet që kanë. Dil jashtë, po të them, përplasja e 2 burrave dhe thyerja e një familjeje, Ganiu doli ngadalë nga obori i pasëm. Si dikush që e di se çfarë e pret, por përpiqet ta fshehë. Ç'është kjo sjellje? More djalë? Tha ai me një ton të ftohtë. Arjani nuk priti asnjë fjalë. Çfarë i ke bërë gruas sime? Çfarë i ke bërë? Ç'të kam bërë? Unë? Ganiu ngriti supet. Je i lodhur nga udhëtimi, mos fol budallallqe. Arjani i afrua aq pranë sa vetëm një frymë i ndante. A është e vërtet? I tha me zë të ulët. Të dridhur. A është e vërtet ajo që po mendon mendja ime? Ganiu uli syt për një sekond. Vetëm një sekond. Por ajo mjaftoi, Arjani e shtyu fort. Më fort nga sa kisha parë ndonjëherë, qenën. U lëriu ai. Që i ja qenën, unë vrapova të futesha mes tyre, por Ganiu bërtiti, kujdes ç'flet. Lira ka qenë vetë ajo që nuk e la ta mbaronte. Arjani e goditi, me grushtin e parë i doli gjak nga hunda. Ganiu u tun, por nuk ra. E shikoi të birin me një urrëtie që kur nuk do doja ta kisha parë në sytë dhe një babaj, po më sulmon për këtë? Tha ai. Ajo është grua. Gratë. Dobësohen. Bëjnë gabime, pikërisht në atë moment Arjani humbi kontrollin. Unë bërtita, por zëri im u tret në ajër, ata u përplasën. Rëshitën mbi tokë. Goditjet binin sigur. Jeta ime, fëmia brenda meje, gjithçka rreth meje po shuaj si dritat e një dhome të lënë pas. Në një moment, Ganiu më shtyu mua pa dashje dhe unë u përplasa pas murit. Një dhimbje e fortë më vrau barkun, dhimbje që se kisha ndjerë më parë, dhimbje që më uli në tokë. Arjani, i tërbuar, shtyu të atin dhe më vrapoi pranë. Lira. Lira. Ç'ke? Zëri i tij po qahej, nuk dija ç'të thosha. Vetëm mbaja barkun dhe ndjeja dhimbjen si thikë të ngulur, po rrjedh gjak. Përshpërita me një zë që as vetë nuk e njihja. Arjani më mori në krah. S'ka nevojë të flasësh. Po të çoj në spital. Tani dhe pastaj. Heshtja, në spital gjithçka ishte zhurmë. Vrapime. Zëra. Duar që më preknin. Lampa të bardha. Britma të përmbajtura. Pastaj. Qetësi, një qetësi që më friksoi më shumë se dhimbja, mjekja hyri në dhomë ngadalë. Më pa me një butësi të trisht, Lira. Fatkeqësisht. Kemi një humbje, ato fjalë më prejnë shpirtin, isha bosh. Bosh në barë. Bosh në shpirt. Bosh në jetë. Arjani, i zverdhur si flet, u ul pranë shtratit dhe më mori dorën, kushdo që të ketë plagosur. Do e paguaj.
tha ai me një zë të ullët, ata nuk e dinin të vërtetën. Nuk e dinin se plagën nuk ma dha goditja. Ma dha ajo nadh, ajo frikë, ajo heshtje që më ngriti dhimbjen deri në fyt dhe fundi, kur u kthyem në shtëpi, Ganiu nuk ishte më aty. Kishte ikur. Askush nuk e pa për disa ditë, vjehra erdhi në derë me sy të kuq dhe me duar që i dridheshin, më fal, më tha pa hyrë brenda. S'kam ditur asgjë. S'kam par gjë. S'kam qenë njeri, kam qenë gur. Më fal, një herë e ftohtë fryu në obor. Fleta e portës u tund lehtë. Heshtja ra mes nesh si një tërmet i tretur. Unë nuk i thash asgjë, ndonjëherë, nuk ka fjalë, ka vetëm mbetje. Çfarë mbetet nga një grua që përjeton këtë? Nuk di. Por e di që nuk jam më ajo që isha. As gruaja që priste burrin nga udhëtimi. As nusja që kishte shpresë. As vajza që mendonte se jeta ishte e drejtë, isha diçka tjetër, diçka e thyer, por edhe diçka që nuk vdes më lehtë.